Fushat zgjedhore, Korr dhe Shi Pafiro. Në një kohë që jemi në fushat zgjedhore, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë po mbush arkat në një mënyrë abuzive, duke u faturuar qytetarëve dhe bizneseve më shumë kilowatt se sa konsumi mujor. Një situatë vërtet shqetësuese sipas konsumatorëve, të cilët theksojnë se nuk janë dalin dot me çmimet që janë aktualisht dhe jo më të paguajnë dhe mbi faturim, pasi nuk u lexohet kontatorët matës. Madje qytetarët thonë gjithashtu se nuk u shkojnë faturat e energjisë elektrike në shtëpi, duke e bërë edhe më të ligjiruar abuzimin ndaj tyre. Fatura, kjo është fatkeqësi që s'na vjen në shtëpi si faturë. Dhe po të shikojmë numrin e sahatit, me faturë nuk e ballafaqojmë dot. Unë i paguaj në manigram ato se kanë sa kilowatt ke djegur për shembull, nuk e kanë. Unë vetë tek OSHE-ja që të marr sa kilowatt realisht. Më kjo është dobësi, se duhet vi fatura në shtëpi. Duhet vi fatura që të ballafaqoj, që e kanë shkruar numrin sa klam apo se kanë shkruar sa konsumoj. Kjo është defekt i OSHE-s për sa i përket. Të tjerat pasandaj me uljen, po unë konsumoj pothuajse që nga kondicion ngroja, që nga gatimi, dushje tjera, do me thënë, pothuajse e përdor energjinë elektrike. Tek ca miqtë e mi kanë vërtetuar që ka abuzime, shkrojnë edhe numër kod, nuk e di, për të qenë brenda, se s'vine të shikojnë numrin e sahatit, të shkon një sasi të caktuar ai. Kjo është dobësi, mendoj, siç më ka thënë disa miqtë e mi, por miqtë e mi janë ankuar për këtë gjë. Te 5 vjeçja, mesatarisht. 50.000 lekë. Për mua si pensionist është e papërballueshme. Të ullë çmimi ose të rrisë pensionet ose një diçka. E di vetë atë, si janë. Ja të them, këpë 30.000, 35, 20, nuk e dim. Pa fatura jemi si kuajt qorra. Mendoni se mund të ketë abuzime? Po, ku ta di unë atë që ka ardhur atje, mos ka mbaruar shkollën ajtë mesme dhe ka ardhur atje po shkruan atje. Pra, mendoni se paguani më shumë? Po, është e vërtet, po. Është e vërtet. Sikur të mbie faturën mua, ta shikoj faturën se sa është, edhe unë të orientohem, vetëm për paguar nuk e di sa. Po fatura ju vjen në shtëpi? Fatura nuk vjen, po e nxjerrim në sistem. Nuk vjen? Jo. Do të ishte mirë që të vinte, të shikoni realisht. Ka vite që s'ka ardhur, sepse shkon atje me librez, paraqitesh, nxjerr ajo dhe paguan tatimin që ke detyrimisht. Sa paguani? Tashti mas e paguajmë në një fije në qik në te për kjo. Ky sezon që futim tashti, mendojmë dhe duhet jetë me lecuar se. Se në vjen në dimër zakonisht? Në dimër vjen. Po 35, 37, originali. Po t'jetë me letë më mirësht. Se janë këto kontributet shtetërore, telefone, këto që i kemi ne. Korr dhe Shi Pafiro, kështu po vepron në këto ditë operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike në Vlorë, që po abuzon duke mbifaturuar bizneset dhe qytetarët. Por operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike nuk u çon as faturën në shtëpi apo pranë bizneseve. Një situatë vërtet shqetësuese nëse do të vijojë kështu, pasi është një abuzim i hapur që u bëhet qytetarëve, por dhe mbi të gjitha bizneseve. Shumë familjarë dhe biznese janë drejtuar ditët e fundit televizionit 6+1 Vlora, teksa thonë se abuzimet po paguhen shumë shtrenjtë për energjinë elektrike. Në një kohë ku për të paktën konsumatorit familjar u ul çmimi i energjisë elektrike, ndërsa vendimi i qeverisë ka hyrë në zbatim, tashmë po paguajnë më shumë si pasojë e abuzimeve.